Ish drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Sarandë, sot drejtoreshe e Postës Shqiptare, është në hetim penal prej 3 vitesh për falsifikim dokumentesh, shpërdorim detyre dhe legalizime fiktive në mas. E megjithatë, ajo jo vetëm që nuk është përballur me drejtsinë, por është përblyer me një post të ri publik. Në një sistem drejtësie ku drejtësia duhet jetë e shpejtë dhe pa kompromis, historia e Aida Demit në Sarandë është një dështim flagrant i mekanizmave shtetëror që duhet të mbrojnë interesin publik dhe ligjin. Aida Demi, e cila në kohën kur drejtonte Agjencinë e Kadastrës në Sarandë, përfitoi një sipërfaqe toke të madhe gjitur me Hotel Demi, pronë e marrë me dokumente të falsifikuara, ka arritur jo vetëm që të shmangë dëshkimin, por edhe të përfitojë leje ndërtimi nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, duke përforcuar statusin e saj si përfituesja direkte e pasurisë së ndërtuar mbi baza false. Skandali që përfshin Aida Demin tregon në mënyrë të qartë dhe shqetësuese se si një person i dyshuar për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre, vend që të ishte nën arrest apo të paktën nën masa kufizuese, vazhdon të përdor sistemin shtetëror për përfitime personale. Hetimet e nisura nga Prokuroria e Sarandës prej më shumë se 3 vitesh, pas një mas konkrete, kanë lënë hapësirë që Aida Demi të aplikojë dhe të marrë leje të reja ndërtimi, duke përdorur të njëjta dokumente të falsifikuara që janë objekti i hetimit penal. Kjo situatë përpon një tjetër kapitull të errët në lidhjen e njohur prej kohësh me administratën lokale dhe skemave të palishme të ndërtimit, ku dokumentet falsifikohen, pronat përcaktohen dhe legalizohen në mënyrë të palishme, ndërsa zyrtarët e përfshirë shpërblehen në mënyra të ndryshme, duke përfshirë edhe pozicione të larta publike. Në rastin konkret, sipas burimeve të brendshme dhe raporteve të institucioneve kontrolluese, janë mbi 270 legalizime të dyshimta që janë bërë në Sarandë gjatë kohës që Aida Demi ishte drejtoresh e Kadastrës. Ndër këto përfshihet edhe prona ku ajo vetë ka përfituar me dokumente të falsifikuara, ke krijuar kështu konflikt të pastër interesi dhe shkelje të rëndë të ligjit. Për më tepër, fakti që ajo është pajisur vetëm pak ditë më parë me leje ndërtimi nga AZT për të njëjtën pronë gjitur me Hotel Demi, përforcon bindjen se sistemi është i kapur dhe manipulimi vazhdon pa u ndalur. AZT-ja si institucion që ka për detyrë mbrojtjen e zonave natyrore dhe kontrollin e ndërtimeve në zonat e mbrojtura dhe bregdetare, duhet kishte refuzuar automatikisht aplikimin nëse do të kishte informacionin e duhur për dokumentet e falsifikuara dhe hetimin në vazhdim. Por ajo që shqetëson më shumë është fakti se asnjë nga institucionet shtetërore nuk ka ndërmarrë deri tani masat e nevojshme për të garantuar respektimin e ligjit dhe parandalimin e korrupsionit në këtë rast. Prokuroria e Sarandës, që duhet ishte përballur me rastin në mënyrë të menjëhershme dhe të ashpër, duket të jetë më shumë kujdesari i një dosjeje të zvarritur, palët e përfshira vazhdojnë të manovrojnë vjershëm. Kjo përbën një kërcënim serioz për besimin e qytetarëve tek sistemi i drejtësisë dhe shërbimeve publike, ndërsa qytetarët e thjeshtë përballen me vështirësi për të marrë leje ndërtimi, me procedura të gjata dhe burokraci. Zyrtarë të dyshuar për veprime kriminale jo vetëm që nuk ndëshkohen, por shpërblehen duke u vendosur në pozicione të reja apo duke u pajisur me leje të reja. Ndërkohë që Ardian Halilaj, ish drejtori i MT-s në Durrës, u arrestua dhe kompleksin e tij të palikshëm e shembën me Tritol si një mesazh i qartë kundër abuzimit dhe korrupsionit, rasti i Aida Demit në Sarandë tregon një realitet tjetër. Në vend të ndëshkimit dhe shkatrimit të pronës së fituar në mënyrë të dyshim, ajo jo vetëm që ka shmangur përgjegjësinë penale për vite me radhë, por është edhe përfituesja direkte e lejeve të reja ndërtimi nga AZT, duke u përforcuar në pozicionin e përfitueses së sistemit. Ky kontrast tregon se drejtësia në Shqipëri shpesh sillet me dy standarde dhe me urdhër politik, ku disa me lidhje dhe pushtet arrin të shmangin dëshkimin, ndërsa të tjerët përballen me masa të rrepta dhe publike. Ndërkohë që ajo përfiton leje ndërtimi nga AZT-ja me dokumente false, hetimet zvarriten dhe asnjë mas nuk merret. Kjo drejtësi e re duket më shumë si një patronazh që mbështet interesat e pushtetit dhe mbron ata që sfidojnë ligjin, duke i bërë qytetarët të humbasin çdo shpresë për ndëshkim dhe drejtësi reale.